shprehi që me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Shëbesa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E ndjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po ma shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Fëmijët zihen, prindrit stresohen dhe të gjithë ka nevojë për diçka më shumë. Shtëpi që i përshtatet nevojave të gjithëve. Merr kredi hipotekare deri në 400.000 euro me afat të kthimit deri në 30 vjet dhe pjesëmarrje prej vetëm 5%. Bëj shtëpinë Flam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në 049978978, po vazhdojmë, po presim telefonatat e juaja, gjithashtu po presim edhe informata rreth komunikacionit, me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi në këto momente. Sa për informat, pjesa poshtë Veternikut, rrethi me flamur, rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B, është pjesë e ngarkuar me kolon. Rruga Tirana ka kolon edhe në drejtim për tek rrethi brapa stadiumit, por edhe anasjelltas me kolon deri tek rrethi Duplex. Pastaj e ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga zona industriale deri tek udhkryqi i katedralës fium. Po, ka bo kjo pjesë shumë e ngarkuar. Qasja për tek rrethi i Çaglavicës është me kolon gjatë në këto momente. Mos e viqeni që atje te Çaglavica e gjeni Enza Home dhe mundeni me shku me përfitues super zbritje. Ka zbritje në tavolinën e ngrënjes me 4 karrika, ka zbritje në dhomën e gjumit, ka zbritje me një komod që është shumë e mirë me një pasqyrë Dorian, po dhe dhoma gjumit Dorian. Mundeni me i pa këtu tek Enza Home, ose ma mirë është me shku me i pa atje tek veni, Enza Home Kosovë, keni edhe në rrjetet sociale. Unë edhe Fiona ju propozojna me shku deri tek Enza Home për me mujt me i pa këtu mobilet mrekullueshme, dhe jo vetëm këto, i keni edhe ata shbedin nga atje që mundeni me gjeta dy shekun apo doni ma fort ama buta ma asja. Më thonë është krejt që aty. Hajde po e morëm telefonatën e radhës. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita dhe për ty, kush na telefonon? Njazia prej Zyrich, Zvicër. Ku je Njazi? Vallaj, që të pashme, jo më si shku si regull të emisionit ju. Na vjen shumë mirë Njazi. Faleminderit, shumë mirë jam. Tregom Njazi, çka kishe ndryshu diçka në emisionin tonë, mos i ka ke i rregullt. Ai kishe shtu na i sana, ai kishe ik na i sana, kishe pas shef me pas diçka tjetër emisioni jona me udhëheq dikush tjetër, mos me udhëheq në. A përse ma shumë javën e kaluar me këtë javë. Po. Arsim shumë pyetjen s'podia se çka bë. Fillon përpara. Tregom drejt çka kishe ndryshu. Hajde. Për zotin s'kisha ndryshu kur se kishe prekjes, ha? Okej. Unë edhe prej ditit kaluar bile më ke pas premtuar me ardhën një herë më konë prezant emisionin e ju bashkë. Si arte? Ja. Ha? Unë edhe të këmëthiri më konë në Kosovë, këmëthirën, në të të lajmëraj edhe së ke lajmëru bes. Mare djallë, ku me ditë kur ke qenë qëfar kohë? Po, në vitin e kaluar shumë kohë, në qëfar muji të regam? Po, dikur në ka shtatori u konën. Okej. Anë shumë i leja për që është të shtator. Tregona përshuje pak fatin tënë me një fjallë. Po, në shka me përshku fatin tënë se për na, qka jemi dhe më thonë migrant të quaj, kështu për jashtë na, dijet fati jo, se s'kina pas fat me gëzu për shumë dhe jetën vend lindjen tonë. Kjo është një minus. Po të pak të na keni pas fat kur jeni dalë atje? Po, për këtë do më thonë në ku pas fat, do më thonë në ku pas një jetë jashtë zakonisht mirë, po vujtjet dhe lindjes nuk i kam lua kur gjo heq. Qysh do me përshu me një fjallë, kështu, me një fjallë? Kretë qda? A mund është me përtheku? Me një fjallë kisha mujt me përtheku ilu me ajtë që është në vendin e vetë prej lindjes e deri në vdekje. Kjo është fjali, nuk ka fjallë. Okej, apelojna fati mërgjimtarit, pjallojna ashtu. Hajde. Po, edhe ato bënë. Hajde, që shtu pelojna. Okej, po të përshëndes Njazi, edhe po shpresoj me u taku erën tjetër, edhe po të falenderej shumë që na ke thirrë. Kismet pitë mortës Kosovë jam. Okej, faleminderit, bashkë mirë. Do më thonë, kam fillu me ardha, po diaspora.
se di se unë tash më akumulon në punën e më shumë do të rrinë në Kosovë. Sa mirë. Atash mundesh me lëviz leshëm, sa mirë. Po jo, leshëm unë domethënë në vitin e kaluar 12 flyterime kom pasur brenda vitit. Po në drejtim. Mos pja bësh një asi VIP atë në këtë. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalofsh mirë. Ai po ashtu. Faleminderit shumë. E mos harro edhe ti edhe krejt diaspora kur të vini, që ju vini internet këtu në Kosovë, merreni IPKO, internetin IPOS, ka pakot të ndryshme, Ka pakot të ndryshme, po jo, edhe ajo ju që jeni me pakot prima keni hala mundësi me blesu për televizor deri në 24 këst, kështu që shkoni vizitoni pikën më të afërt të IPKOS. E po për internet kur të vini këtu, edhe na kur të vini atje, IPKO me veti kudo që shkojnë asi ju si na. Alo, përshëndetje. Ha, do njerë? Hajde, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Hajde, përshëndetje, më në fund. Kush telefonon? Sinan e 5 vitre. Hajde, Sinan, a jetu na dëgju për mes televizorit? Ndalet lutem. Jo, mas telefonit. Ema, mirë, në rregull. Sinan, çu e kështë përshkruajt fatin me një fjalë? Fatin me një fjallë, unë për që jam gërbet, ka rrugë veç me punë këti ku marrit, do mon kuptohet. Okej, e që shak shelon emrin fatit tënë, edhe njët, edhe në dashuri, edhe në familje, në krejt? Në krejt mirë u konë, do më honën, veç u do punë, kuptohet, në rritër do të më punue, po e ku ma vytë, do më honën edhe një mujë, me ligje gjyqët 62 vjeqërën, profesioni që e kam, e kryj dhe më honën punën, 3 vjetë e mërë 90% rrugës, edhe dhe më honë gjatë e 5 vjeqërë e ki rrugën e regull. Edhe pensionosh tani? Pensionojna më dhe një muj e kryj dhe më honë zinësirë, loj pensioni. E qka do me bo, qka do me bo tani? E orë me hongër pensioni. E të na jo lidhë me familje, ka i kam fëmin, që bashkë të djoli sot arsi me keshe një muva dhe qka. Nese, mendova, mos e ke po plan me ardhë në Kosovë, se shumica e kanë plan pas pensionimit me ardhë në Kosovë, me shiu pak vendlindjen, mendova mos është në planet e tua. Ma gjatë pa, për definitivisht në 3 vite do të gjithë qyrë, do të me najtë, të një pensionin në këqyrë, me që i me lidhë me fëmi, ka është tjetë. Nese, mundesh me shëtit, tash ma lirë. Pak ne, pak a ne. Pak këtu, pak atje, ma shumë këtë sa atje. Faleminderit shumë. Punën atë ditë që të shojmë pak as dritë, më jalon çto fatit Sinanit. Po Sinani. Punë. A Sinan? Arbajte kish pas. Arbajte. Ngon Sinan, me pasion me ngjyrat, se më shkon pak më problem. Dikush e ka të bardh, dikush zi, dikush hiri, dikush peng si studiejon këtu, ku më di që është dal. Dikush ket po, nëse Toyota është vetura që i ka krejt ngjyrat, po. Vetur që i ka 10 vite garancion, edhe për Sinanin dhe për ata që dojnë me pas një vetur të sigurt me 10 vite garancion, një vetur që i ka 3 vite asistencë rrugore në ketë Evropën, duni me shku tash tek Autotrade, këtu në Çaklavic, për arsye se edhe ka super çmime, i kanë bërë super oferta. Shembull Yaris Cross në versionin Luna është hibrid 1.5 automatik nga 28.824.900. E pash edhe RAV-in për juve që do një RAV 400 që edhe ai është në zbritje, mundeni me pa Toyota Kosova që mundesh me pa fion, po. Faleminderit. Bën upgrade. Alo, përshëndetje. E shoq të poshtë parking. Alo. Përshëndetje. O, përshëndetje është doktor. Ai një mirë se jeni se po kaloni. Mirë, na faleminderit. Si e ti si ke kalu? Mirë, nuk është keq. Stakna një zonë me shuna ke shkru me tentu me marrë linjen ke tentu, po me u inkuadru si e inkuadru. Po ti mungove ti, unë të shkrova një farvene atje, që për mëngjesën që e pote, edhe në Kosova sigurisht, por edhe fjore se kom vërru në emision ditëlindjen. Seriozisht, që e këto ka jetë fon. Ja urove pa mua, po jo në emision të amin, në emision të amin e uru. Po, ja ke uru, kishe the, ja ke uru këtu në emision. Se thash pa ja pi kafën, pa ja pi kafën nuk e kena njetë me ja uru. Ja, pa ka bosh ka një kafe. Larg jena, ufo më ka prish, ufo diçka s'po bën më. Ka prish, derivatet e këqija, po. Po bre. Çore jo, s'po dia keni këtë farë temën jo me shumë fjala me një fjalë. Që na e kena me një fjalë, me shumë me rrullaksu me një fjalë i shkon mirë, po nëse dalë pak më gat. Hajde kotra. Vallai foti jam duke i shkon mund gjithë shkollën rëfiet e më zbrit me ascensor her pas here, po shumica e kohës me shkollë i kam përdorur, ndohet. Domethën foti jo ti mirë te nalt ka qenë pak më i vështirë, po ka dalë me shkollë.
ose kom hi për detare, kom dorë për derë, që më thonë. A mo ma shëndetshëm shkollëve? Po dhe vish kur ka ra me lift e poshtë e fion për 1 sekund. Ka dalë aty. Tani apet me morë rente nalte, ka dal. Allah ila bëni pyetje. Leja fitness. Ura fatit ato, kush është ura fatit ato? Kush shevën me la? Ura e fatit. Po. Qysh kush është ura e fatit, ma konkret. Po kush është, vish pyetje kështu, jashtësorçe. Kush është ura e fatit po mendon? Se po ju kallzoj. Jeta, Jeta. Na jena ura e fatit. Çashtu lidhet po ma konkretisht fatura është. Po dhe jeta, a pse as është jeta fatura? Fatur. Po dhe fatura, as është jeta. Po, unë thash, ja kemi gjelluar. Ku jem si kresh? Qëre, shkon njoni të këtë gratë që shesin që këshirin fatin, a vëde? Besej pak mini parcelet fjesht, shumë shkurt. Ja boni tha, asaj na fat shikusësh, që vëdionit që i thojnë, tha, Allah i le tha... Mishterikës, ma thjesht. Ako me pas problem me ligjin në këtë kohët e fundit tash, ako me pas me policin, me gjykatën, me ligjin, ajo për tja, këtu po derë se s'ki me pas. E tja fshin atëfar qafurë në dëkatit, ja merë, qafërë, ikë. Grabit. Pi bjen do më thonë që s'kan me ta njek ato njere. Po dhe s'kan me njek njere. Njere, e forte. Jem rekullushëm, s'ka lidhje, jem rekullushëm edhe falimderit që je pjesë e jona, falimderit që e gjenë kohën që mund me nafirë. Jashtë doktor. Ventoro Motors janë të mrekullueshëm. Edhe Ventoro Motors kanë ardhur me një super ofertë, do të thonë gjatë muajit prill e keni aprilin në zbritje nga 6990 nga 6290, çfarë mund të lidhen krejt numrat, këtë numrat I thash. Pra 6290 në 4980 euro. Po, çu shi ka thonë ai? Jo, ja ka bën ajo me miliona ka pas. Po, ama ai zbret kja ato. Apo kupton? Ai milion që në bile mishën. Apo merr vesh ai milion. 30 milion bëj ke 300.000. As me çto si na mësu me lezu. Po po ne unë çapo them bile me mishë. Me mishë, ai me miliona, ja nëse 1 € që do se ka bojna që është dita, po. Me shku me marr vespën tek Ventoro Motors që është tek Automita. Më na vet mirina, dikush me 300 € në xhep I shmet. Le. Kush? Kush thaj? Kush tha? Njoni. Në xhep, do më thonë, në xhep I ka 300 €. 1000 € e 300 € kursime. Po në xhep ka pas. Në xhep I ka pas. Ta shpedja në xhep pa në konto, po dikur po. Në xhep I ka pas. Në xhep çashtu ka dosh me thonë ai. Se në konto Në rjastëk I ka pas. Se dhe kur po thojnë në konto në pivest në cëllën. Ato në Zvicër. Apo kupton se mund mi pas 3, 4, 5, 6. Ose në ishujt Karaibe atje. Ai thot që shtu I kam vish 300 € në konto, apo kupton, po e ka një konto tjetër atje dikon që. Është një vend në për filma që përmendet shpejt. Një par alergjie parës, a? Qysh? Ndrojmë tem. Ku? Alo, përshëndetje. Ja do ishuj që përmendën në për filma që si konto jashtë vendit. Po dindi çka këta të filmave? Dikon janë inspiru. Alo. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje njeri pozitiv. Si konja ku fojnë. Mirë batir, faleminderit. Pyetja është kështu. Përshkruaje. Faleminderit edhe na gëzomi me ty gjithmonë. Batir, përshkruaje fatin tënd me një fjalë. Fati jam është që e kam shëndetin më të mirin, edhe familjen e kam shumë të shkëlqyer. Ja, leja një emër Batir, një emër leja fatit. Tu I marr parasysh krejt këto, tu I marr parasysh shëndetin, familjen, leja një emër fatit. A fatin e kam më të mirin. Fatimir. Fatmir. Që Fatmir për jalojna? Fatmir, a ban? Ja, Allah e zi boj, ko e më një Fatmir se ko. Po Fatimir dhe, për ja bëjellon shtë jashtë të kësori. Fatimir zi bo. Faleminderit Batir, të përshëndesim, pa gjithmonë fat. Një përshëndes edhe juve e gjatë në emisionin se po knaqëm që këto 45. Faleminderit. Po 45 minuta bile me qenë mira. Ne merr pak energji, po me zgjat më shumë hiç se dia kështu. O jeni të mrekullueshëm bre diçka. Faleminderit. Po më pak më mirë. Ja Fatmir, po. Fatmir, po. Fatmir Tung, Fatmir. Tung, përshëndesim Fatmir. Tung edhe unë jo përshëndes. Janë problem në njerët në Kleshni. Fatin e mirë, tha në shnetë, në familje, thash Fatimir, Fatmir. Fatmir, po dhe Batir vish kështu ja kanë lona, din.
Veç se kanë Ba, me këshyra aty na i përkthim. Në Bresje, mos e me bëj jena, në fushë Kosovë, dini si te kalon në fushë Kosovë. Në Bresje eurodizeli 1.16, benzina 1.16 dhe në fushë Kosovë eurodizeli 1.16, benzina 1.16 tek Petrol Company. Po, mos habitni shkoni nalë që aty se mundeni me pije dhe naj kafe të mirë, po, edhe me marrë çmimet më të mira të derivateve më të mira. Alo, përshëndetje, telefonata. Okej, Viber, përshëndetje. Viber, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Ku jeni më? Ku je gjyshe? Pse, valla, si të veç ka një pjosit. Çka bën jashtë? Çka bën jashtë? Se e bën analizën kësaj pyetjes juve. Edhe qysh dul analiza? Analiza po më del si shumë e ra. Me shumë, po ne du me përfundu me një fjallë. Po Hajde në një fjallë, s'moj me një fjallë. Hajde, pa e dita në që s'monësh, po na po kem qef, po okej, s'ka lidhje. Hajde, qysh ja qite, qysh ja qite. Unë moj me thonë që jem besnike, dërushme, gjëskardin, po në du me përfundu me një fjallë. Hajde, përfundu. Me 2, me 3. Fati jem është... Fati jetës tënde? Po është? Jetës teme është që po morë tonë me esë për shdyti. Qysh ke edhe njerë që? Fati jem i jetës është? është që kom morë tonë për shdyti herën. Po metës. A ke jetës që ta është gjysha se që ata të veta dhe njerë? Ja, para 45. Para 45 vite. Po në paralizume. Gjysha për sëri në këmbë. Po. Fati jem është që në komet gërëc. Po më vjen shumë mirë gjysha, okej. Dhe më thonë fati jotë është fati i luftetarës, se ke luftu për këtë varpune. Po normal, si mjetë. Që është? Bravo, gjysha. Unë kështa mujtë më metë gërëc. E qaj është për mu është maj mirë, normal familja këtu për dina. Po. Ju për doni me një fjallë të... Pa me një fjallë na kena qef fatin e jetës me përshumë me një fjallë, më thonë. Ata ka zëgrë na i bërcëllit edhe unë së në... A e kinaj një të mirë, gjyshe? Pa, kam një të më kesh. Hajde të këshyru ma po mujna me kesh. Shkon këtë në herë një grua një burë. E mos me koka. Qa që shkon gruja e mirë. Grua dhe burë. Sa s'kish pasë së gruja. Edhe ta është i burën shok, dojnë në shti gjithë shish me re grunë. Nuk ka mujtë kështë shish me re. E i kanë thonë qëre. A di s'ka mere edhe zjazemin pit vere. Mrena në shpet. Me kallë grunë. Qena ajo për tet. Pitzetit e jo kështë. Edhe ti ka për hinja shu plok. Tha edhe zis jam i burë një gomirë. Edhe zis jam i burë dhe e pomi tha ty, tha në verë më në gusht. Edhe kur hini tha gruja qa që mirë, tha hini tha nejti pak, tha vala mëre njeri, tha verë vish zjam i ka shëritin e vetë. Ashtë e mirë? E mirë, me të rejme që ato së më pëlqynë gjyshe, po s'ka lidhje. Si është, po. Këtu në herë e në konë. Po. Të përshëndesim, faleminderit shumë që na ke thirrë gjyshe. Mesazhi i mirë. Kush don me bëti çka, do të thonë sta ndron kush mendjen. Çagllavica, për me ardh prej, domethënë magjistrale, si vjen prej Çagllavicës kënej, po te rreth i Çagllavicës kolone gjatë vion, shumë e gjatë kjo pjesë. E ngarkuar është edhe pjesa e Veternikut, nga Veterniku larg kolona deri tek rrethi duplex, e ngarkuar është edhe rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B, pastaj kolon ka edhe rruga Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës te komuna dhe Anasjelltas. E ju qeni Veternik edhe që doni me marrë rrugën edhe drejt Ferizajit ose munal në Albi Malle, keni Rubinin aty në katin e dytë ku keni stolit e jarëzakonshme nga ari dhe diamanti, po edhe në Ferizaj e keni njërën pik të Rubinit, pikër e dytë, se pika e tretë është në qendër të qytetit këto në rrugën Garibaldi. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, Fion. O, përshëndetje. Faleminderit. Theni kanim. Valla bukur jom edhe sa jom në shtëpi një 50 kanale tjera e te i kaloj nana të ju. Mirë pra. Tregom që shë përshkrujt te fatin tënd me një fjalë, nëse mundesh me një fjalë. Po, muj me një fjalë, po, do t'i bi shkurt, mas parja pet më thot vajza imi, ku pi mërë këto qakjeta, kjo ka shbukra kështu për që dit ka shmira. Po valloj, po është, edhe shkreta magjistra është, po thot, shkom qare pe pa një herë Fionën se e du shumë, po thot. Faleminderit shumë për qafoj njerë për mu edhe përshëndes shumë. Tash dalim tim. E ka një far aspeksionit veçant për ty. Faleminderit, e vlerësoj. Përshkruje fjalën tënde me një fjalë. Një 80% i lumtur dhe realizuar që kaq.
I realizuar, shumë e mirë kjo. Po, 100% është vizoti, ta din. Mirë dhe, na po flasim për fatin ton këtu në tokë, nga jeta që na ka dhënë Zoti. Po, më thash 100% s'është askush. Pse po kujton si jeti 100% e realizuar? Jo. Nuk thash jam. Pse pra? Është ajo fjala thon vizoti. Okej, po ma hi pak. Faleminderit. Ju du shumë edhe ju adhuroj shumë e shihni. Faleminderit, ju përshëndes shumë. Faleminderit dëgjomim. Faleminderit që thande. Tung. Halo, përshëndetje tjetra. Përshëndetje. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit Asman, edhe unë mirë jam. Asman. Jemi këtu. Jena këtu. Jo, e këtu jem kon. Veç që ashtu e kom pas një farë rasti. Ka pas Asmoni edhe çka ka thonë? Mi ka thonë edhe në dënë kanë bo kravon desha arsimin. Jo, më Asman. Unë ja heka shqecimin. Që si lojme ishin morë vesh me njerë, kështu që këshim mujtë 100% me ledzu se a ke pa shumica s'po pritojnë me qitë lojme tila. Po, ka qenë Fiona këtu dhe ju ka tregu që ka me mungu disa ditë për një arsye time personale, kështu që kishin diçka e tillë, normal që ju kisha tregu. Po, ndoshta se kish mojt një ditë emisionin, dytën ditë ja kish nis me kesh edhe kjo se kish pas problem. Përshkruaj fatin tënd në një fjalë. Po, të jam dështim. Qysh? Dështim. Pse? Asman? Se në qysh moshën 14 vjeçare më shkeli kjeri më pe 14 vjetë dhe për mi 40 operacione. Po nuk është dështimi joti Asman kjo. Nuk është diçka që ke pas ti ndorë. Ti pas ke luftu bagi shumë, nëse ke bo gjitha ato operacione për me kthy shëndetin, i bjen që i fati jot ka qenë i tilla, mo ti pas ke luftu bagi shumë. Me luftu, po. Kështu që do të më mborë me këtë varë punë, mos më dëshpru. Qështu, mos më dëshpru se po. Sa operacione the ke bo? Për mi 40. Do më thonë 40 operacione mi bo, për me vazhdu me jetu, i bjen që do të me kanë shumë i fort. Edhe që s'do të më dërzu, bravo. S'ka lidhje Asman me rëndësi është mos mu dorëzu. Është shumë e rëndësi mos mu dorëzu se ka dhe prej atyne që na përcjellin këto momente, edhe na shta ka njerë thojnë ebe se s'po du më me bo që to, e që Asmani shembull, më thonë që i ka bo 46 operacione dhe po bisedon me neve. Faleminderit shumë. Vesh në kokën, se që kam vajt. Po, do më thonë kokë dhe sy dhe të ndërhyrje. Asman, faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit. Arsimi o mirë, Mustanin. Faleminderit. Uroj që sa do pak ta ndreqim ditën, ta hekim pak monotonin edhe mërzin e të qëndruarit në shpem. Falenderojmë shumë. Që kish bo dhe neve dyve po më shku ka njerë pak ka pak, a dinda ty të venim. Për në Swiss Diamond në Swiss Diamond Hotel Prishtina me u knoq. Për juve që dëni me shku me ja bo vetës një relax, e keni naj fare eventi, naj diçkajnë edhe do sala që mund të imi organizu atje. Po e keni edhe një restoranin e mrekullueshëm. Swiss Diamond Hotel Prishtina në qendër Prishtinës 038-220000 numri i telefonit. Edhe njerë shpejt Vetërniku lart me kolon deri te krethi i ambasadës për me ardhë në Vetërnik kolon e madhe për mjëshas rrethit të Çaglavicës, rruga Kim Ramadani me kolon nga Ullkryqi Menzës te komuna dhe e ngarkuar është rruga Luana Radinaj në drejtim për tek rruga UÇK. Pra nga Newborni e Tutje është pjesë e ngarkuar me kolon në këto momente. Po du me përshëndet Yllin, i dëgjues joni i rregullt që na dëgjon gjithë, na shkruan shumë rrallë, po e di që na dëgjon, edhe i ka ato gjysmë përgjigjet, kështu që të shoh nëse po na përgjigjet për fatin e vet. Edhe su nja di fatin dhe dikon, e lash krejt. Që është një fati, një farë kongë, u konë fati. Që është thashë në fillim, fati i zi, fati i zi, më fati i zi, po një farë kongë, që është? Po, ju le ngonë shpesh këtë kongë. A ngonë e, ha? Yll? Ndroma kongë, nëll. Lesh ka thot kja? Ne, lejse dhe vodu me nga të musë, është më nga të gjuta, është për qafoj shumë për ndryshe. Yll, ndresh ma fatin atje. Zbar dhe pak. Hajde po presim edhe pak minuta telefonata tjera, që reagoj. Që ka po thot? Po kesh, po kërsnon. Gjosën s'po bëj ka me lonë shpeheq? Jo, sa lonë po shema. U myti të na qufat atu e ka shtru e ka ndreq. E ka ndreq venin, e liqë. Pagasi. Alo, përshëndetje. E jo për mes televizorit, ju lutem. E rete këshym që apo thojna. Alo? Apo foli mirë.
Aha, ama po fishklon pak. Pak po met me të qitë. Para më nëna dëgju se që e na e para më në ato në vetur. Pa që janë alin zonin me njerë thunë, Nadia, Nadia. Nese, po se nuk ka problem për neve shumë, që është problem për ata që na ndjekin edhe përmes televizorit, edhe përmes radios, do më thonë se kur të njën kështu të ju sill 7 herë, met ju mirën, që tjetra? Alo? Alo, të fati jam i mirës që të kom shoqe ty. Që ja, që tu e ki fatin e zite. Alo, përshëndetje. Ç'tash ta kthej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve nderuar. Kush na telefonon? Dani telefonon nga Klina. O Dan, mirë se ke ardhur. Mirë se kom zet. Qysh po kalon? Mirë shumë. Sa ke me nejt, kur ke ardhur? Kom ardhur kur kam shku kur kam ardhur, mirë jam. Kur të ma dën qefi, thuj. Kur të ma dën qefi. Dan, që shë kështë përshkrujt ti patin tëndë me një fjallë? Kështu u mendova këtë shumë, po rrëfe kova që shme thonë. A mujtë e mi ashtë i lapsin? Po, në çdo mundësi të mundshme i realizuar. I realizuar. Pavarësisht çka do që ka ndodhur, je i realizuar. Në çdo mundësi të mundshme. Sa e mirë kjo. Faleminderit Dan. O Dan. Po në? Ti ke pas me shru edhe një libra, po? Po, timi, po. Edhe, a kish me qenë edhe titulli i librit tënë që është diçka? Se kjo është shumë e mirë. Sigurisht. A i kishe shtu edhe na i sa na hes, që shtu e kështë qitë? Ndoshta që kjo ma mira është, sepse si stash i përfshit gjitha. Do më thonë me shkru i realizuar, ose i përmbush, i realizuar, ma mirë. A e na kështë përmend mundësimin aty në libër na i kun? Me na i faqe. Njëherë rastësisht e dëgjova një emision aty në aty. Ishin dy moderator, pa ema. Jeni njerëz shumë të mirë, po më inspironi. Faleminderit Dan, edhe ti jeni inspirim për neve, seriozisht. I përshëndes Përshëndetje pushimet këndshme. Faleminderit, i përshëndes gjithëve e juve dyve veçanërisht. Faleminderit, përshëndes. Unë i pata premtu bile redaktimin e librit, që kam ja gjetë një njeri që ja bën redaktimin, lektorimin. O Dan ti vish bën e librin, na ti kryjm këto tjerat. Alo, përshëndetje. U aktivizu Joza, se mu pat shtri atë. Ma kesh në shtru. Atë në vishë vyk edhe një zot, një protein line i zotit. Aty mi e pat protein edhe me dhez. Po, o Joz, am pushemia? Më pushemia? Jo, pa si pushim pa disa, unë pushim se baj shumë për ju, marrë mjë fotu juve. Jo jashtë dhe që për rini, vëlla. Ja, po dhe se, po na thoni neve. Jo, ola Joz, do me thonë që një 2 ditë ma ke shtru aty të avolinën, vesh pushim ki. Tu janë të. Jo, unë që mërë këtë vi për i punë dhe ka. Po më vjen shumë mirë, ane e pas ke një diska shumë mirë, po më pëlqen shumë. Ja, me dhe tjetë, këtë vi për i punë dhe që kjo është me pare e emja. Hajde të regon qysh e përshkruan fatin tënd me një fjalë. Shka me thonë qëre gjithë buën, do me ta përshkru, do thëtë jesha në atë në ushtarë, ditën e fundit, e kom dalë për kështrije, qashtu o silën rëthona së dhe gjolla. Edhe shka është ma interesant, ditën e fundit kom dalë Shqipni kur hekën në vizat. I mrami më konë. Qysh do mi alon emnin, i fatit tanë, i fundit? I fundit. Treni i fundit, është i mja palon. A treni, bo, me ime blesi, se me rëndësio, po pedenti trenin, se s'ka lidhje. Do më thonë, treni i fundit, fati jotë është treni i fundit. Ha, po thëmë, gjithë buën edhe ku shkej, diku në autobus, i mërabi hypi në autobus, gjithë buën, nuk e di qashtu s'ilën rëdhona. Ani bashkë mirë, do më thonë, jashtë s'po jetë. Do thëtë, jo. Që me rëndësio mos me met jashtë s'ka lidhja i pare e fundit. Po, s'ka lidhje. Me rëndësi stacioni. O, si qenë tas dera, i pari ullët, do më thonë, nullëset parë që aty prishet dera, e po në dilni për mostit. A pet i fundit kë. Me në që mërin ma shpejt, po dhe. A pet i fundit. I prishet dera. Kalzom ka po e në autobus të di që me bo me ndohë ma herë për din. Edhe shto kote fundit shmangi pak aeroplanave, helikopterave, se zdi që ashtu ndodhë kështu. Hej, adhe ju përshëndes, e i në përshëndes një. Ton kalon shmirë. Ton gjos më saro pak me ujrugove me shpërla tani. I fundit je, Fatosi po thot ju dua shumë, jeni shumë mirë. Faleminderit Fatosi, ma i bukur, shumë e ki hunën e mirë. Fatosi.
Fatosfunzeza. Fatosfunzeza. O thash falere mirë ti ka Prishtinës tash jo, dhe një 2-3 ditë se anish me të mësu. Ja unë vajrën left tek ne ani. Po se ja ka ju kanë çel. Apo kupton? Po të përka gjithë njerën e ka buar me mund të shelta këto. Kjo si te fata su kon, do të thon. Faleminderit shumë se cilët që na keni telefonuar apo vazhdojnë në pjesën e dytë Glam Radio. Ju mundeni më na ndjek glamradio.fm që jeni jashtë, ju këtu 88.6 102.0. Deri nesër mos harroni me jap shumë dashni, paqe, plot shëndet. Ju përshafojnë atë të gjithëve, faleminderit për çdo mesazh, faleminderit që gjithmonë shoqëroni me emisionin tonë, edhe atë kur s'na shkruani, edhe atë kur s'na kontaktoni, mjafton që jeni duke na dëgjuar neve. Shihemi nesër me edicionin e fundit, përndryshe edhe një orë jemi me juve përmes frekuencave tona. Tung tung.